Kryeministri Mickoski tha se kishte një sulm hibrid në rastin e dezinformatave për rrugujin. LSDM thekson se pushtetarët në Gostivar ngren dolli, ndërsa qytetarët pinë ujë të kontaminuar. Aksionet e policisë dhe doganës në liçenin e Ohrit rritet pagesa e kontributeve. PDK dhe Aleanca refuzojnë ofertën e lëvizjes vetëvendosje për takime për të zgjidhur ngërçin institucional. Shëndetje shikues të nderuar, jemi me lajmet në televizionin Shenja. Mesazhet se uji në Shkup është i ndotur janë një përpjekje për të mbjellë trazira dhe pasiguri tek qytetarët përmes një sulmi hibrid, ka thënë sot kryeministri i Maqedonisë së Veriut Hristian Mickoski. Ai akuzoi partitë opozitare se qëndrojnë pas këtij sulmi. Kryeministri Hristian Mickoski ka cilësuar sulm hibrid për hapjen e dezinformatave javën e kaluar se uji në Shkup nuk është i sigurt për pije. Sipas tij, sulmi ishte një tentim për të shkaktuar shqetësim dhe pasiguri në mesin e qytetarëve. Mickoski madje ka akuzuar partitë opozitare se qëndrojnë pas gjendrave që krijojnë histeri në rrjetet sociale. Ai tha se për këtë rast janë marrë në pyetje më shumë se 10 persona nga ana e MPB-s. Shpresoj që me ndryshimet e reja në kodin penal të ketë dispozita ndëshkuese për persona të tillë të cilët me vetdije krijojnë histeri, përkatësisht kryejnë një lloj sulmi hibrid duke krijuar ndjenjë shqetësimi dhe frikë te qytetarët. Por ajo që më shqetëson veçanërisht është se mendoj se këtu ka dhe përpjekje të tjera, më shumë komerciale se sa brenda dite, pa pritur një pjesë e madhe marketeve i zbrazën rezervat dhe sasitë e ujit të ambalazhuar. Ndërkaq i pyetur mbi akuzat e LSDM-s se Mickoski dhe ministri i Shëndetësisë Sasho Klekovski janë fajtor për ndotjen e ujit të pijshëm në Gostivar, kryeministri tha se funksionimi i sistemit të furnizimit me ujë në Gostivar është nën përgjegjësinë e ndërmarrjes publike lokale, ndërsa rikujtoi se kryetari i komunës së Gostivarit është përkrahur nga LSDM-ja në zgjedhjet e jashtëzakonshme. Ne kemi dhënë maksimumin që gjendja të normalizohet si asnjëherë më parë, përkatësisht për më pak se 4 javë është pastruar tërësisht sistemi si asnjëherë deri më tani. Sepse, siç jemi informuar, prokuroria dhe MPB veç më po hetojnë se pse në të kaluarën edhe pse ka pasur raporte për cilësinë e ujit në Gostivar që nuk kanë qenë adekuat sipas rregullorës, nuk është ndërmarrë asgjë nga ministrat e mëparshëm. Vlerësoj se opozita duhet të fokusohet më shumë te kjo, të japin përgjigje sepse një pjesë e atyre ministrave janë nga radhët e tyre. Kujtojmë se pas rreth një muaji ndalese, uji në Gostivar u shpall të premten i sigurt për pije. Uji në Gostivar ishte ndaluar për pije që nga 17 korriku pasi institucionet konstatuan se pompat kishin futur ujë të ndotur me fekale në ujësjellsin e qytetit. Mbi 5.000 qytetar u infektuan, ndërsa më 19 korrik u shpall epidemi. Ndërkohë në LSDM kanë kritikuar atë që cilësojnë si heqje të prokurorisë ndaj personave përgjegjës për skandalin e helmimit në Gostivar. Opozitarët thonë se zyrtarët dhe politikanët po ngrenë dolli, pinë ujë para kamerave, ndërsa qytetarët kanë pirë ujë të kontaminuar me fakale për një muaj të tërë. Një qytet i tërë është helmuar nga uji i ndotur. 5.000 qytetar kanë përfunduar në spitale dhe ende nuk ka përgjegjësi. Kështu tha antarja e LSDM-s Keti Shterjova, duke shtuar se tashmë kanë kaluar më shumë se 5 javë nga katastrofa shëndetësore në Gostivar dhe askush nga qeveria nuk është duke mbajtur përgjegjësi. Ajo thot se zyrtarët dhe politikanët po ngrenë dolli, pinë ujë para kamerave, ndërsa qytetarët kanë pirë ujë të kontaminuar me fekale për një muaj të tërë.
doko ku japni të vini tel. Nëse prokurori publik Nenad Savevski kthehet nga ekskursioni i tij, pyesim nëse ka vepruar sipas kallëzimeve penale të ngritura nga LSDM-ja. A ka përcaktuar se kush do të mbahet përgjegjës për katastrofën shëndetësore në Gostivar? Ai ka thirrur Klekovskin, Andonovskën, Mickovskin, Toshkovskin për t'u marrë në pyetje. Kush do të mbahet përgjegjës për deklaratat se uji është i përshtatshëm për përdorim si teknik dhe pastaj se përmban shumë bakteri të ndryshme. Ajo rikujtoi se Mickovski tha se uji ishte i përshtatshëm për përdorim teknik. Angelov dhe Klekovski konfirmuan se kishte bakterie dhe Toshkovski po kryente hiperklorinim. Ajo potencoi se nuk kishte asnjë raport zyrtar dhe analizë të plotë të ujit para publikut, ndaj thot se duhet të ketë përgjegjësi politike dhe penale për katastrofën në Gostivar. Sipas saj, e njëjta gjë vlen edhe për sulmin ndaj aktivistëve të rinj në Novo Selo. Ajo thekson se kanë kaluar ditë nga sulmi dhe publiku ende nuk ka një përgjigje që do t'i përshtatet. Pa ditë penale të ngritura kundër LSDM-s janë krime të rënda, ndaj prokuroria nuk mund të hesht. 5 ton drog kaluan kufirin dhe askush nuk mbajti përgjegjësi për këtë. Sekucione të filmuara të 100 ton marihuan, njoftime dhe gjyqje publike dhe në fond asgjë, deklaroi Shtrejova. Ndërkohë, VMRO-ja vlerëson se udhëheqja e partisë e emëruar nga Zoran Zaev përveç se përhapin nga njështra dhe panik midis qytetarëve, tashmë po tregojnë se që orientim të plot. Brane Petrushevski nga VMRO-ja deklaroi se Venko Filipçe, i cili po pushon bashkë me Zaevin në detin e gje, duhet të kthehet sa më shpejt jetë e mundur sepse siç ironizoi ai, simptomat e para kur dielli të godet në kokë kanë filluar të shfaqen dhe kjo është që orientim. Së pari, fakt është se uji është i sigurt për t'u pirë në Gostivar. Të gjitha institucionet kompetente kryen të gjitha testet e nevojshme brenda afatit të duhur kohor dhe dje rezultoi se ujit është tashmë i sigurt për t'u pirë. Por SDS edhe pas këtij lajmi filloi të fliste pa kuptim duke kërkuar dokumente. Së dyti, gënjeshtra për ujin në Shkup i kaloi të gjitha kufijtë e propagandës politike. Do të thot ishte informacioni rrezikshëm shëndetësor për qytetarët e kryeqytetit, por u holl poshtë më njëherë me prova. Pas autoriteteve kishtare dhe kryeministri Hristijan Mickovski ka reaguar ndaj deklaratave të fundit të presidentit serb Aleksandar Vučić për kishën ortodokse maqedonase. Mickovski ka refuzuar të komentojë drejt për drejt qëndrimet e Vučićit, duke i cilësuar ato si retorik që i përkasin shekullit të kaluar. Kryeministri Hristijan Mickovski nuk ka dashur sot të komentojë deklaratën e fundit të presidentit serb Aleksandar Vučić të bërë në lidhje me kishën ortodokse maqedonase. Mickovski ka thënë shkurt se një komunikim i tillë i përket shekullit të kaluar. Më tej ai ka folur mbi rëndësinë e kishës në identitetin ortodoks maqedonas. Për mua personalisht, kisha ortodokse maqedonase, kryeepishkopata e Ohrit Justiniana Prima është diçka që përbën pjesën më të ndritur të identitetit ortodoks maqedonas. Natyrisht, ne kemi edhe maqedonas që i përkasin besimeve të tjera, por si shtylle identitetit maqedonas, kisha ortodokse maqedonase është diçka mbi gjithçka tjetër për mua si njeri. Një deklaratë e tillë as nuk e kam ndërmend ta komentoj dhe as nuk do të doja të hyja në ndonjë komunikim të përditshëm me shpërthime të diçkaje që i përket më shumë se shekullit të kaluar sesa shekullit 21. Vučić së fundmi gjatë një fjalimi publik tha se kisha serbe është një dhe e njëjta edhe në Shkup sikurse në çdo vend tjetër të botës. Ndaj kësaj deklarate paraprakisht ka reaguar edhe kisha ortodokse maqedonase duke thënë se është një kishë që përmbush misionin e saj shpirtëror dhe baritor ndaj të gjithë të krishterëve ortodoks në territorin e saj kanonik, pas një kushtëzim të përkatësisë së tyre kombëtare, politike, kulturore ose etnike. Kryetari i komunës Tetovës Bilal Kasami ka njoftuar se ka inspektuar nga afër punimet që po zhvillohen në trasein e rrugës Tetov-Prizren. Përmes një postimi në Facebook, Kasami ka bërë të ditur se punimet po zhvillohen sipas dinamikës së parapar me qëllim përmbushjen e standardeve të përcaktuara për këtë projekt të rëndësishëm infrastrukturor.
Punimet po realizohen sipas dinamikës së parapar dhe me përkushtim të plot për të përmbushur standardet e përcaktuara për këtë projekt të rëndësishëm, ka shkruar Kasami. Sipas tij, rruga Tetov-Prizren përbën një investim strategjik për Tetovën dhe rajonin pasi pritet të mundësoj lidhje më të shpejta dhe më të sigurta për Kosovën, si dhe të krijojë mundësi të reja për zhvillimin ekonomik. Kasami theksoi rëndësinë e realizimit të këtij projekti për rritjen e lidhjeve infrastrukturore dhe ekonomike mes Tetovës dhe Kosovës. Qyteti i Shkupit ka njoftuar se pas 3 dekada shpritje dhe njoftimesh të shumta ka filluar asfaltimi i bulevardit Boris Trajkovski, duke çuar projektin në fazën e tij përfundimtare. Pas zgjidhjes së problemeve pronësore dhe ligjore të gjata dhe përfundimit të shpronësimit, rruga është pastruar plotësisht për aktivitete ndërtimi. Qyteti njofton se një sistem i ri kanalizimesh atmosferike është ndërtuar gjithashtu si pjesë e projektit, duke krijuar një bazë infrastrukturore moderne dhe funksionale për këtë korridor të rëndësishëm trafiku. Asfaltimi që ka filluar është një hap konkret drejt përfundimit të plot të bulevardit dhe përmirësimit të lidhjeve të trafikut, sigurisë dhe kushteve për lëvizjen e qytetarëve, ka njoftuar qyteti i Shkupit. Aksionet e përforcuara në liçenin e Orit kanë nxitur një aktivitet të shtuar të detyrimeve të importit të paguara për anijet që janë importuar përkohësisht. Menaxheri i doganës së manastirit Gjoko Tërposki sqaroi se qëllimi i kontrolleve doganore është të kontrollohet statusi doganor i anijeve që kanë hyrë në vend. Departamenti për çështje operative, në një veprim të koordinuar me Ministrinë e Punëve të Brendshme, kreu kontrollin e 38 anijeve në liçenin e Uhrit. U kryen kontrolle për statusin e anijeve dhe personave që i menaxhojnë ato, në përputhje me ligjin doganor, ligjin për lundrimin e brendshëm dhe rregulloret e tjera që rregullojnë importin, tregtinë dhe menaxhimin e anijeve. Menaxheri i doganës së manastirit, Gjoko Tërposki, tha se ka pasur një aktivitet të shtuar të detyrimeve të importit të paguara për anijet që janë importuar përkohësisht, gjë që tregon se kontrollet po japin efekt. Ai sqaroi se qëllimi i kontrolleve doganore është të kontrollohet statusi doganor i anijeve që kanë hyrë në vend, veçanërisht anijeve të rregullta me import të përkohshëm. Qëllimi i aktiviteteve doganore është të kontrollohet statusi doganor i anijeve që kanë hyrë në vend, veçanërisht anijeve të rregulluara me import të përkohshëm, të cilat sipas rregulloreve doganore mund të përdoren në vend sipas afatit të përcaktuar me ligj, pas të cilit nëse nuk rieksportohet dhe nuk largohet nga vendi, duhet të rregullojnë statusin ligjor dhe ta lirojnë anijen për çdo ganim importi. Ndërkohë, drejtori i Departamentit për çështje operative, Dushan Razmovski, theksoi se ekipet mobile do të vazhdojnë kontrollet e përforcuara, ku çdo mosrespektim i dispozitave ligjore do të rezultojë në sanksione të përshtatshme kundër vajtëse, përfshirë konfiskimin e anijes. Policia e manastirit dhe Prilepit ka arrestuar 2 persona të cilët janë kapur në flagrancë duke shkaktuar zjarre në hapësira të hapura, ka njoftuar Ministria e Punëve të Brendshme. Me 14 gusht në orën 21:15 zyrtar policor të SPB Manastir në rrugën Jorgo Kostovski në vendin e quajtur Tepsia në Manastir kanë arrestuar EK 39 vjeç nga Manastiri. Ai është kapur duke shkaktuar zjarr në hapësirë të hapur. Një ditë më parë me 13 gusht në orën 23:10 zyrtarët policor të DPP Prilep në vendin e quajtur Padarica në Prilep kanë arrestuar Iç nga Prilepi. Edhe ai është kapur duke shkaktuar zjarr në hapësirë të hapur, ndërsa gjatë kontrollit tek ai është gjetur edhe një çakmak. Zyrtarët kanë njoftuar se në territorin e vendit janë aktive 6 zjarre, ndërsa një është nën kontroll. Qendra e menaxhimit të krizave njoftoi se deri në orën 7:30 të mëngjesit janë regjistruar gjithsej 27 zjarre, prej të cilave 20 janë shuar. Zjarret aktive janë në zonën ndërmjet fshatrave Moran, Vërtakic e Gabër, në lokalitetin Vidush pranë fshatit Drogov Doll, si dhe pranë fshatit Lokvic në komunën e Makedonski Brodit.
Zjarra aktive ka dhe pranë fshatit Sëlp në komunën e Velesit, fshatit Kapancë në komunën e Jugonovcës, ndërmjet fshatrave Borin, Zhitosh në komunën e Krushevës dhe pranë fshatit Bojan në komunën e Sarajit. PDK-ja dhe Aleanca kanë refuzuar ftesën e ushtruesës së detyrës së presidentës Kosovës Salbulena Haxhiu për takimin e 18 gushtit me qëllim diskutimin për zhvillimet politike dhe institucionale dhe arritjen e një marrëveshje për zgjedhjen e presidenti konsensual. PDK-ja ka kërkuar vazhdimin e seancës konstituive, ndërsa Aleanca ka akuzuar lëvizjen e vetëvendosje se po e zvarrit bllokadën institucionale për ta çuar vendin në zgjedhje. Ndërkohë, LDK-ja ka deklaruar ditë më parë se është e gatshme të votojë për një figurë jo partijake për president dhe se nuk kërkon poste institucionale. Ndërkohë, kryesuesi i seancës konstituive Avni Dehari nga lëvizja vetëvendosje ka bërë thirrje për një marrëveshje politike për vazhdimin të punës së kuvendit. Dehari ka thënë se mirëpret ftesët për takimet e Haxhiu dhe kryetarit të lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti dhe u ka bërë thirrje partive politike që të ulen së bashku për të gjetur një zgjidhje për krizën institucionale. Numri i të vdekurve nga një sulm të Izraelit në qytetin Der Ez-Zehrani në Libanin Jugor është rritur në 4 sipas mbrojtjes civile libaneze. Më parë zyrtarët raportuan se 2 persona vdiqën në sulmin e së shtunës dhe 5 të tjerë u plagosën. Kryetari i Parlamentit të Libanit Nabi Berri ka quajtur sulmet vdekjeprurëse të Izraelit si masakër. Berri tha se sulmet përfaqësonin vazhdimin e luftës që synonte shfarrosjen në Libanin Jugor. Ai tha se Izraeli nuk i respekton marrëveshjet e anëpushimit dhe se nuk ndjek ligjet, as nuk i konsideron përpjekjet diplomatike për të dhënë fund luftës në Liban dhe në rajon. Irani është zotuar se ngushtica e Ormusit mbetet në kontrollin e tyre, pasi presidenti SBA-s Donald Trump kërcënoi ta bënte atë territor të SBA-s shumë shpejt. Zëvendës ministri i jashtëm i Iranit tha se bllokada e rrugëve ujore do të vazhdojë derisa SBA të pranojë humbjen. Një zëdhënës i Ministrisë së Jashtme iraniane thotë se situata mbi ngushticën e Ormuzit dhe siguria në këtë moment është për shkak të lëvizjeve ushtarake amerikane. Ky ishte lajmi i fundit për këtë edicion informativ. Ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë miropafshim.